Mirësi dhe Ramazanit, mirësi dhe Ramazanit. O Beniz, sa të më besu në gratën e barasë, nej. Se tezë që dhe baje. Beso, prom me grojnë që këtë muhabeti këna pas. Kjo ka met, sigurojnë muhabeti që është si qysh që në rem. As ka kush e qëtë derën, edhe në grata nuk është që bazet derët njerëzve me shku, me kalu ditën, nëse një iftar me basën dhe qka. Që ta, bile dhe mund ka shku me një, shka me baje? Me marrë një afti, një afune. Mësë me lonë vetë. Valla, me qefin matë matë. Dhe më tash veç se e folën pranë që ketë, gruja thash so problem. Me knarësin matë madhe, valla. Si mos tina se vapë të tezja ku që tërkon. Që e dimbe vlla ti se që shin arrit në ditë ma të vështira kjena ka dorë për para se me mundësit e vetës se ka mund. Valla fa. Do shta vetin nere s'ka kalzoj kalon keq, veç neve me na dorë për para. Bile dhe hajt e mira me i bajken grata. Valla fa. Edhe qka? Ajde shkene ka shpijet përshojnë pak, edhe ta vëjnë i telefonat dhe shkene djela. Aride? Po valla po, s'monët me na këthit jo. Usës. Valla va se jetë. S'na qonve pi shpije pse kina me hisë vë. Jo, veç. Edhe nuk është njeri që ban lafe sejnë. Ja. Vesh përshojnë pak edhe me njerë ta vëjnë. Ajde. Dita e jo? Jo bre, jo fort. A u lodhe te, qa bune? Vallaj, heq be. Pash. Po ti qka ban? Qysh ka lusot? Mirë ty beqe. Me fmi të umë aftë ditën. Do punë që shtë thasht e bëj edhe do bëk edhe pse herët, po, kadal. Herë të be, ka ko njerë. Ka ko. Rebe përshon erë, mos i merë krejtësinët. Me mujtë por, ka laj për bën ti. Ej, ajden për punën e tezës që folëm. Me dunë ndërishte, qka për thube, e kemi vendosë me bon diçka, mos me lanë vetëve se gjinoj ma. Me marë njaf na, njaf dulla, bile, mos ma shumë qëtë Ramazan me kalu me tezë. Mos me lanë vetë. Mu kur që nuk më pengon, veç që më knaqët zemra. Por zotin. Ja, për mu, heq nuk është kur fart të lashe. E dimbe se qish veç paramenoj për shemull me med vetë. Edhe e disha se nuk më ban problem, po hajta është për ma sigurt, ma mirë me folë. Jo bre nes, s'ka që më pengon bile let vjen, let rënë si në shpit vetë. Pasha zoti qerën s'ma she. Edhe në jarë kur du me shkune të nana, nuk ka nevoj mu një keq ajo. Bile respektoj bashkë si vjerën ten. Qëre, ajo është e vjetër. Më malë shumë na i fjallë. Po qajo. Une nuk ja marë parasysh. Se din që të plaki si fëmija është. Jo, pëse si ja marë në Edhe parasysh. pi mërzijis tash mundet me shtu në e fjallën e diçka. Jo, ati mos me marë për zemrës. Po qëfar to? Aj me non tam ka njerë sun po bi një gojë lemo me tezën e burrit. Se bo laf këtë kumbile. Po valla. Hajtë se i mshelëm si të ka një herë. Ajde ku tut në afrmi. Tut në tu dash me një se vap mos sina në gjëna. Jo. A më kuptan? Jo, eq më stani. Pa, me rak rrejtë për atë punë, eq më stani. O, zoti shpërblim. Valla po, valla se vap. Para me nëjë qëfar se vap jena të bo. A dibre se tokë më ka bo. E ngrata veç vetë. Para me nëjë smunët, me pregadit iftar, po me shtru, me kanë me qishtë qeni iftare veç vetë. Jo, rrën shpia, gjën e gatë. E për qatë edhe vlave ta, këshirëve ta e bojnë, ata njaf ti, njaf unë e marmi. Me ka lubile, se marmi veshtë. Jo, mre mu, heq nuk më pengon. Për ata shlirë son të shkobere qëto, ven ka sot dush. Ha, telefoni pasërën, ta marrë ta thiri tullën pra dhe... Hajtë edhe në të bëj bukën. Ej, shumë faleminderit. Hajde. Valla po. Hajde, ec mos e bo laf bile. Hajde. 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 Hajde.
Gjemë të me. Sa mirë e keni bëhë, që ma keni qelë këtirë. Lumë jame që ju ka të. Po kur gjove s'kena bona, dhe. Kur gjo hiç nuk është ti, në edhe 200 vjetë timër, zoti me nej, falë në borgjës më në me dalë ti. Po jo. Mama, po teze. Bile e maj men një herët kur s'kishmi, ti pa të bo ba e gjivë bukë. Edhe bile pa të ardhë, ma afturus në pa të prunë. Vërë të, që bona është e fri, operacion spital. Para me nëje, nona s'kish pas kujt mi alon fëmijët, se ne kish bo qarësën. Hala pa mos më ndalë anestezioni kur i qeli si kur isha tezën për me krije. Valla po. Hajtë se kjo s'në kur gjon, se në tezja s'kom po. Lejne, mëse përmeni këta. Ja, ve tezëve, vesh një njëri poster, mund mi harut mire të tua. Po nga tezë, na sot kena ardhë me një punë. Hajde herë likurt, inshallah diçka për të mirë, a? Nga tezë, ti me darë sot, me në gëzu neve, qarë sa në donë, edhe kime në ngu. Bre, mës janë njës në vetë që tash me më gushtu. A folë shpejt, shka o të ndodhë, shka ka krisë? Nga tezë, nga. Ti duesh me në ngu neve, sot, bashk me neve me ardhën të na, komplet Ramazanin me kalu të na, edhe që të bëhat mirë tyje, edhe mas Ramazanit me vazhdu të ne dhe me jetute. Se s'do me të lonë vetë. O, tizja, falimderit shumë për juve. S'mujën e me më shenë shpijen. Voj teze, ato që dojnë marrë të pa tije, mujnë marrë dhe të na me në pa. Icë është problem. Që të jemi na, ke tonë të me? Familje i na. Habe me tizën, për nuk o kjo punë një natë e di. Kjo është shumë. Mas më i dhenja, ma nuk muj tizja. Teze, ti kështu të ne prish neve. Hajde, se edhe gratë tona e din këtë punë, kemi folë edhe me gratë, në gëzon, ndrena një ma vetë, edhe bile në hek një gajle, nuk menojnë atë gjdo iftar kur ulmi, se ku e kena tezën, qka të onë vërtezja, me kanë të onë vërtezja, në rahaton. Voj teze, a besën se me në këtë të jemë bajna. Banim kështu vend të na edhe e dim, se vetë nonës të kena. O, gjemë të mi, jeni kam gushtojnë be, o të rijeni, knaqno, me gratë, me fmitë, që ati shfridzojnë këtë jetë. Teze, ti të na e prish neve, ti nuk do me na gëzu, ne knaqmi, ti me na ngushti, mu qu, mu bo hazër, të prejshme ne me dullën dhe me ardhën. Edhe janë ismi pitë one, e thirmi dhe dullën sonte të na ven iftare, me rikme në vetë, hajmë iftar, knashmi, bojmë ma vetë, i rrim do të tone, do shkon të dullë e ndryshon pak venin, të bëhat mirë, vazhdojmë halat të one, që ato jemi, në tonë jemi. Që beteze, s'to mu në direktone, që shkuna të enisi. E bëna i përën e partë të enisi, masa në vel të une. Me tezën, jem të e po në këtë punë. Jem të e po, sa të ju folë zemra, nuk o të ju folë goja. Edhe me që këta, jeni të më po mu i kalë. Mo që me apë. Qashtu beteze, qashtu beteze, qashtu beteze. Ky projekt sponsorizohet nga Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Të ndëruar, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Në këtë Ramazan për gjërave që më kalon për shtypja, mas shumëti ka qenë pikërisht kjo që e pash me këto dy djemë të ri
dhe këto dy nuset, këto dy besimtarët, burnesha unë kisha thonë atinve, se si veprun me një teze, me një non, me një besimtare, vllazën hakikat, që miren vesh me zvete për të mire për të mbarë. Që mundohen punë të hajrit mi bo bashk, edhe mi da me zvete, që se cilë me aletsu tjetrit, e që me bo edhe ma atraktive sa i gjinë dhe respektin ndaj tezës. Po dikush do të thotë, normale është kjo, këto teze e kanë, non e kanë. Po në që këtë zaman ti me gjetë, që kësi nuse, që kësi bashorte, që kësi besimtare, që i respektojnë tezët, që i respektojnë burit, familjen e vetë, familjarët e vetë. Po kjo është shumë një punë e madhe. Lumë për këto djemë të ri, lumë për këto nuse, për këto besimtare, për këto burnesha, që kështu i respektojnë burat e vetë. Mashallah te barakallah. Shembull me të vërtet për çdo çift bashkëtorë dhe për çdo nuse, për çdo besimtare, si duhet mu sjell me tezën e burrit. Si duhet mu sjell me familjen e burrit. Si duhet me respektu familjar burrit të vet. Edhe këto dy të ri janë shembull për këtë besimtarët se si duhet mu sjell me tezën. Po mu sjell me tezën kështu mirë, bukur, nuk është vetëm kulturë, është ibadet, është adhurim. Andaj Allahu Azza wa Jall thot wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Thot Allahu e ka bo liç të vetin që veç Zotin një me adhurum. Edhe mu sjell mirë me prind. E thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam el khalatu bi manzilati al Ky hadith transmetohet në Sunenin e Abu Davudit dhe dietari i madh shqiptar, muhadithi Nasruddin Albani thot ky hadith është sahih. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tezja është në vendin e nonës. Tezja është në vend të nonës. Tezja nona, nona tezja, barabar janë. Me kuptu se sa hak i kemi tezës tonë. Me kuptu vlerën e tezëve tona. Që ato mi nderu, mi respektu, mi dasht, mi gush. E mi përgdhjel, e mu përkujdes për ata. Për të mirë e për ditë të ronda. Për ditë të mira e për ditë të ronda. Për të mirë e për të keqë. Nanda atyve mu të regu të kujdeshëm. Subhanallah, mëra me lexu një ditë një hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku një sahabi vjen te Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe thotë: "Ja Rasulullah, e kum bënë një gjuna shumë të madh. A ka për motive?" E pyeti Muhamedi sallallahu alajhi wasallam: "Ja Rasulullah, a ka për motive? Kum bënë një gjuna shumë të madh." I thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam: "Thotë ti ai ki nonën gjallë." Thotë: "Jo ja Rasulullah, se kam nonën gjallë." I tha Muhamedi sallallahu alajhi wasallam: "E tha mirë, tezën ai ki gjallë?" Tha: "Po ja Rasulullah, tezën e kam gjallë." Tha: "Shko, respektoje tezën tënde. E inshallah respekti ndaj tezës tënde, me lejnë Allah, respekti ndaj tezës tënde do të bëhet çka kjo vepër e mirë dhe e madhe që Allahu me ta fal atë gjuna të madh. Pra e bën këtë punë të mirë dhe kjo punë e mirë e fshin atë gjuna tënde të madh që e ke bë. Pra gjuna të mëdha, njëra nga format dhe mënyrat që Allahu me na e fal kur na dojmë mu pendu, është që me bë një vepër të mirë. Cila qenë ka e vepër e mirë? Me respektu tezën, me vizitu tezën, me ndihmu tezës, mi tregu dhe mi manifestu asaj respekt dhe ndër. Tezja është era e nonës. Tezja është qerja e nonës, hija e nonës tënde. Pa ma parasysh e ki nonën gjallë, apo se ki nonën gjallë, nëse ki tezja Allahut, ta ka dhënën një derë të hajrit, ku mundesh me fitu shumë se vape, një derë të begatshme, ku ti me atë derë të begatshme mundesh edhe mishnu shumë gjunahet tua. Aisha radhiyallahu anha i tha: "Ja Rasulullah, këtë shoqet e mia kanë lagape." Ishte tradit tek arabët që çdo gru sipas emrit të djalit të vet ta merr një lagap. E kishte djalin e vet Sufjan, asaj i thonin Ummu Sufjan. Lagap i ngjitshëm, domethënë kjo besimtari, kjo gru, kjo zoj, është Ummu Sufjani, është nana e Sufjanit. Tha: "Unë s'kam tha lagap. Si t'ja bëj qarën, t'ja vëndoj vetes një lagap." Tha: "O Aisha, tha ti e ki birin tënd Abdullahin."
Tha edhe llagapin ty dhe ta lom Ummu Abdallah. Llagapi Aishës nonës tonë radiallahu anha ka qenë Ummu Abdallah. Kush ka qenë Abdullah? Abdullah ka qenë djali motrës Aishës radiallahu anha, djali Esmës. Pra Abdullah ka pas Aishën radiallahu anha teze. Edhe tezja e llogarit djalin e motrës vet si evladin e vet. E ka në vend të evladit sa që i lejot që dhe llagapin e vet ta vendon sipas emrit të djalit të motrës së vet, aq afër që e ka tezja djalin e motrës. Andaj këto shembuj le të na shërbejnë në jetën tonë si një praktik reale dhe si një mundësi reale dhe si një sunet të mirë që gjithë na të respektojmë tezet tona e ta kuptojmë vlerën dhe rëndësinë e madhe që e ka tezja në Islam. Pra ta respektojmë tezën, ta duam tezën, ta vizitojmë tezën, ta ftojmë një iftar tezën, ta nderojmë, t'i qojmë dhurata dhe të shprehim dhe të manifestojmë kujdes dhe respekt ndaj tezeve tona që e kanë qerën, aromën dhe hijen e nonave tona. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم.